Animenimi jenon qine dhe I jetem. O kur Kosovë no e gersinat, dojnë me shpi o qdo gjami dhe Aniten Prishtinova ty o pikë I jarim. Ane krisi tojo pio o me duhi je. O aty gjaku I luan Haradinaj, rane tok me bi përse ri. Edhe përjetoni për ditë dhe me të drejtë njëjtë e keni përjetuar edhe në të kaluarën. Zemra në raport me vendindjen, pas arritëm e throhura më të shpejta dhe të tjera, pra më të veçanta këtu nga Mërgata. Sidoqoftë, ju falenderoj shumë secilit për ju që jeni mbledhur sot në këtë ngjarje. Ndërruar që ka kontribuar jashtëzakonisht për me bërë publike punën dhe mundën diasporës dhe të jusaj. A ki ka? Që s'kon në ki? Po presim mua jo. Jo, unë... Ata që ka lënë.
Të ndëruara familje Sufi, zoti Qamili Sufi, aktivist të devotshëm të mërgatës sonë, zonja Saime, ndërime mirë se keni ardhur, ndëruar veprimtar të mërgatës sonë, ndëruar përndjekur politik, ndëruar meritor të jashtëzakonshëm për ditët që jemi sot, pra lirin dhe pavarësinë në Kosovë. Faleminderit edhe një herë që jeni bashku në një promovim të veçantë, një libri të veçantë sot me ne këtu. Është nësje veçantë të jemi në mesin tuaj sonte këtu në një promovim si start të veçantë, një libri krejt të veçantë, ndërkohë që jam i nderuar të jem pra ju sot edhe në dy cilësi, në atë të moderatorit të këtij promovimi, por edhe të recenzentit të librit Lufta për Kosovën. Me të vërtet, çdo fjalë e çdo vepër për atë dhëm nga këtu, nga brigata, pra që ka më ndryshe dhe pa me shumë emocion. E këtë po e projektoj projekt, por ndërkohë që shumë për jush e jetoni edhe përjetoni për ditë dhe me të drejtë njëjtë e keni përjetuar edhe në kaluarën. Zemra në raport me vendinjen, pas arritëm e throhura më të shpejta dhe të tjera, pra më të veçanta këtu nga brigata. Sidoqoftë, ju falenderoj shumë secilit për ju që jeni mbledhur sot në këtë ngjarje, që nuk është thjesht vetëm promovim libri, por edhe promovimi 80 intervistave të pothuaj të pokaq personazheve, të cilët nga dora e parë flasin për luftën e Kosovës, duke qenë vetë në vijat e para të saj, secili në pozicionin e tij. Të tri vëllimet e para të projektit Lufta për Kosovën përbëjnë një prej përpjekjeve më të mëdha për ta pasqyruar nga dora e parë dhe përmes vetë protagonistëve të saj për tjetën e luftës fundit të shqiptarëve për liri dhe pavarësi të Kosovës. Autorët Adron Gashi, Rasim Selmanaj dhe botuesi mediumi Temas, përmes rrëfimeve autentike, kanë arritur ta bëjnë më të mirën e mundshme, duke i mbledhur me rrëfimet e tyre në një vend shumicën nga personazhet dhe krye personazhet që përfaqësojnë përpjekjet tona të hershme deri te lufta në shekullit të kaluar, që u sublimu me projektin më të madh e me suksesin shqiptar në shekullin 20, ushtrim shqiptare të Kosovës. Të dashur të pranishëm e bashkëveprimtar. Po nisi këtë fjalë sepse kemi të bëjmë për një libër që dokumenton qëndrimet e një numër të konsiderueshëm protagonistësh të ngjarjeve më të rëndësishme të shekullit 20 në Kosovë dhe mbisë shqiptare që ishin të pushtuara, me një fjalë të simbolit të rezistencës sonkontare Adem Demaçit. E patëm pyetur Adem Demaçin rreth orientimit të tij filozofike, ideologjik, tha, unë jam hegelian. Shumë kush prej miqve të mi në atë kohë me të cilët bisedonin nuk e kuptonin çka ka të bëjë Hegeli me çështjen tonë, apo çka ka të bëjë Hegeli me orientimin filozofik të Adem Demaçit e kështu. Me radhë. Hegeli ka qenë student i teologjisë në kohën kur bëhet revolucioni francez. Dhe ky revolucion e shkund aq shumë sa bjen deri te një konkluzion se njerëzimi për mija vjet ka qenë në një sklavari të tmerrshme. Pej Spartakusit në shekullin e parë në Itali, në perandorinë romake në atë kohë, do të thonë që tenton të rebelohet kundër atij pozicioni të nënshtruar dhe të synoj një tjetër trajtim të njerëzve mes veti, e deri te revolucioni francez nuk ka pas në një mobilizim që mund të mbahet mend për daljen nga kjo. Çështja e lirisë ka qenë në shpirtin e njerëzve, sepse ai thot për nga natyra njerëzit janë të lirë. Pra është ajo ide e lirisë e cila duhet të gjeje njerëzit që do të mobilizohen për t'i dhënë një formë konkrete realizimit të saj në praktikë. Ti kthehemi çështjes tonë kombëtare. Për mbi 2000 vjet, për kohës i lirëve, ne kemi qenë të sklavruar herë për një në spalë, herë për palës tjerë, nuk kemi nevojë me vaj histori,
Do të thënë, vjen një periudhë e shkurtë, ajo e lavdishmja e Gjergj Kastrioti Skënderbeut, që do të shërbej si një moto e një mobilizimi të ri për të aspiru daljen nga sklavaria. Nocioni i liris, ideja e liris fillon të gradualisht në mbas revolucionit francez edhe të ne. Që mund të dalim si njerëz nga ky skllavërim që na kishte shprum perandoria otomane nere si shqiptar. Dhe në këtë kontekst historik kemi njerëz që mobilizohen nga të katër anët e trojve shqiptare dhe në Prizren krijojnë lidhjen shqiptare-Prizrenit. Ajo lidhje që përcakton një platformë të parë politike, që trason rrugën se drejt cilave shtigje duhet të kalojnë për të realizu aspiratën tonë kombëtare që teritoret e banuara në shumicë shqiptare të konstituojnë një shtet të përbashkët dhe të lirë, e të pavarur. Ka pikërisht këtë vlerë, ta dim se ideja e çlirimit është ajo ide që do të mbaj gjallë shpirtin lir i dashur të çdo njeriu. Dhe liria nuk është çështje individuale, është çështje që i përket kolektivitetit dhe duke qenë pjesëtar të një kombi, ne duhet ta kemi parasysh domosdoshmërinë e çdo njeriu që ka një kapacitet intelektual të një niveli të konsiderueshëm ta di se përgjegjësia e tij është të kontribuojë në ruajtjen, zhvillimin dhe ecjen përpara të drejtave tona individuale dhe kolektive. Prandaj, domethënë, me respekt madh për të gjithë ata bashkëveprimtarë që kanë kontribuar në këtë libër dhe meritat i takojnë Rasim Selmanit, veprimtar i shquar e çështjes kombëtare, i cili meriton një duart trokitje për jush. Bandit, ai që e barti në shtëpinë vllajin e tij të vdekur. Ju lutem. Si mund të jetë bandit që ai u doq e u poq në përburgje? Edhe kjo është një pyetje shumë e rëndë. Me një fjalë, libri Lufta për Kosovën bën thirrje për vetëdije nacionale e institucionale. Me këtë fjalë, ju falenderoj dhe përmbyll fjalën time, duke ju uruar ndëgjim shumë të mirë edhe për cilje që libri të lexohet sikur e tha Bardhyli, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, që shumë shpejt kanë harruar se çka ndodhi dje në trojet tona. I nderuar miku im Rasim Selmanaj, të nderuar zonja dhe zotrin, i nderuar një koqir i këtij takimi të madh dhe i shumë aktiviteteve kombëtare të komunitetit shqiptar në Zvicër, zotri Qamil Berisha, të dashur miq. Kam nderin që marr pjesë sot në përurimin e një vepre madhore, një dëshmie monumentale për rezistencën dhe sakrificën e popullit ton, lufta për Kosovën, të autorëve Agron Gashi dhe Rasim Selmanaj. Ky botim në 3 vëllime i përmasave të një arkivi të gjallë përmban mbi 2000 faqe rrëfimesh autentike, dokumente dhe përjetime të drejt për drejta mbi rezistencën gjysmë shekullore të shqiptarëve kundër shtypjes serbe, e veçanërisht për luftën e fundit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Rasim Selmanaj, përpos si studiues që i ka mbledhur dhe renditur faktet në këto 3 vëllime, ai është vetë dëshmitar dhe pjesëmarrës aktive në këtë histori të dhëmshme, por krenare të Kosovës. Ai dhe familja e tij kanë kaluar në përvojtjet më të rënda në kazamatet serbe, por asnjëherë nuk u përkulën përballë dhunës dhe padrejtësive të pushtuesit serb. Rasim Selmanaj menjëherë pas përfundimit të luftës së lavdishme çlirimtare, ku ishte pjesëtar aktiv, uli armën për të vazhduar luftën në rrafshin politik dhe intelektual, për të vërtetën dhe të drejtat e popullit ton. Ai është gazetar, publicist, autor i përkushtuar dhe një figurë e shquar politike, që me një dinjitet ka përfaqësuar qytetarin dhe kauzën ton kombëtare,
si kryetari i komunës së Deçanit dhe si deputet në Kuvendin e Kosovës. Ky vëllim që po e përurojmë sot është një pasqyrë historike dhe testament për brezat e sotëm dhe ata që do vinë. Është thirrje për të mos harruar, për të mbrojtur të vërtetën dhe për të ndërtuar të ardhmen mbi themelet e sakrificës dhe heroizmit ton kombëtar. Unë mendoj që të gjithë ne, e veçanërisht të mbijetuarit e torturave në burgjet serbe dhe të masakrave dhe gjenocidit serb në luftën qërimtare, kanë një detyrim të shenjtë, të arrëfejnë historinë brezave të ri dhe ta përjetësojnë të vërtetën. Siç thoshte atë Zef Plumbi, rëno për me kallëzue. Sepse vetëm duke treguar të kaluarën tonë me fakte, ne mbrojmë sakrificën e të rënëve dhe sigurojmë që historia të mos përsëritet kurrë. Ky libër është një shembull i fuqishëm i kësaj përgjegjësie dhe një thirrje për të mos harruar. Prandaj sot, me respekt dhe mirënjohje të thellë, ju uroj autorëve Agron Gashi dhe Rasim Selmanaj suksese të mëtejshme në misionin e tyre fisnik për të ruajtur dhe ndriçuar të vërtetën historike të popullit tonë. Ju falenderit. Si parolimit të librit, përshëndes bashkëautorin zotin Rasim Selmanaj për prezencën e tij sot këtu. Ju përshëndes juve të gjithëve pjesëmarrësve në këtë takim të sotëm, në këtë promovim libri. Libër mjaft me rëndësi historike sigurisht. Unë librin nuk e kam lexuar sepse se kam pasur në dorë, po do ta lexoj. Sigurisht, ashtu siç kam bërë së fundi leximin e librit të Bardhylit, Ushtria Qendrore e Kosovës, dhe libra të tillë do të vazhdojnë të shkruhen nga ata pjesëmarrës, ata persona të cilët kanë marrë pjesë në luftën qendrore të Kosovës, dhe janë emra të shquar dhe që këtë histori vërtet mjaft të rëndësishme për ne dhe për gjithë historinë tonë ta qesin në dritë. Thuhet se po shkruajnë shumë, se po flitet shumë për UÇK-n, se është vërtet, por kjo është një luftë speciale kundër UÇK-s, të cilën duhet ta dërojmë, por duhet ta paraqesim në mënyrë objektive ashtu siç ka ndodhur, siç ka qenë ajo ushtri e pastër dhe me qëllim të çlirimit Kosovës dhe arritja ditë. Për këtë liri që gëzojmë sot, e gëzojmë fëmijët tanë, e gëzojmë Kosova, shkojmë të lidhna dhe untojnë falë ushtrisë qendrore të Kosovës, falë dëshmorëve të Bleiut, falë gjithë atij gjaku të derdhur, prandaj duhet ta ruajmë këtë liri si sytë e ballit. Të nderuar miq, të nderuar bashkëdhetar. Dëshira ime është një përshëndet të gjithëve, secilin për juve me emër, por po du me ju kursy, prandaj edhe njëherë faleminderit gjithëve nga zemra për këtë respekt edhe nderim që sot na keni bërë këtë ngjarje kulturore pra në promovimin e librit Lufta për Kosovën në 3 vëllime. Dëshiroj me falenderu Nikoqirin e këtij takimi Qamil Berisha, shokun e klasës të shkollës, edhe për koincidencë kemi disa të përbashkëta, ishim dytë nxënës të përjashtuar të asaj kohe, nxënës të burgosur edhe të përsekutuar. Qamil, faleminderit shumë për këtë respekt që na ke bërë sot edhe për këtë respekt. Po ashtu i përshëndes dhe i falenderoj panelistët që njëkohësisht janë Mismi, Ernest Luma, Barbel Mahmuti, Sali Sefa, Nazmia Kurti, edhe faleminderit shumë Saime Isufi. Dhe du me bu një përjashtim, du me bu një përshëndetje për Albinën. Albina është vajza e motrës time, përndryshe është motra e herojt kombit Luani Monej. Vetëm edhe një minutë po ju marko, kur e kemi nis idenë për emisionin me profesor Agron Gashin, nuk e kishim idenë që do të dim deri te ky projekt pra për botimin e librit. Mirë po, kur filluam emisionin dhe pam që emisioni ishte për plot vlera dhe munda me thonë që në libër ju ma pak se 70%
të asaj që është në libër, është thonë për herë të parë, do të thonë. Kështu që mendoj se ata që do të studiojnë tash 30 vjetë, 100 vjetë për këtë tema, për këtë ngjarje, domthonë detyrimisht kanë me pas referencë këtë libër me rrëfime autentike të mbi 80 personalitete të luftës, burgjeve që kanë qenë veprimtar edhe luftëtar të jashtëzakonshëm. Përkundër sfidave, ne po vazhdojmë pra. Emisioni është duke vazhdu, edhe besoj se shpejt kemi u taku në botimin e vëllimeve 4, 5, 6. Pra, ju premtoj se ne nuk do të ndalemi që këtë projekt të shtyjmë edhe matutje, edhe të lojmë dëshmi sa ma shumë pra ta që në fakt ka ndohë. E tha edhe miku i Mbardhyli, njësa një interesant, disa që janë libër kanë vdek. Një dekadë përshon shumë shpejt, e kemi obligim moral kushdo që mundet, këta që janë dëshmitar gjallë, me i marë rrëfimet e tyne edhe normal me i bëdu. E di që ka mu edhe do shok që mi konë treshe, ishtë burgosën, po s'pëdu me po prashtim, edhe njerë rrit e fëndirë shumë për pjesëmarrje. Pjesë e historiografisë shqiptare. Shpresoj që do të sqarojnë shumë gjëra. Unë jam nga Presheva. Do të ndalem vetëm shkurt. Në datën 12 shtator të vitit 1959, në Këshillin Ekzekutiv të Republikës së Serbisë, Ministri i Punëve të Brendshme i mëdhënshëm Slobodan Penezić Kërcun ja bashkangjiti Kosovës 187 km2. Ja për t'ja falë, për t'i eksploatu pasuritën toksore. Serbia kur nuk ka pas interes për diçka tjetër, por për pasuritën toksore. As për kisha nuk ka pas interes. Bide historien e ka shtrembru, po përmendi vetëm një argument. Serbët, si mas burimeve serbe, mastirën e Graçanicës thonë se e kanë ndërtu prej vitit 1321 në kohën e carit Lazar dhe në vitin 1331. Në datën 21 prill ditë e martë ka qenë të vitit 2015, kam hyrë në Graçanicë, jo për t'i parë freskat, për ta shikuar se në cilën pjesë, në cilën anë gjendet portali kryesor. Portali kryesor ka qenë në anën perëndimore. Manastirët slave, mbas larjes së kishës në vitin 1054, çdo portal e ka ndërtuar ka Stambolli. Portali nuk ka qenë nga Stambolli, po ka qenë nga Vatikani, ka qenë kish i lire. Të nderuar, Presheva i ka 1249 km2. Në tetor të vitit 1912, ushtria serbe ka pushtuar se në lugirën e Preshevës. Gjyshën e ka nga fshati i fundit të banuar me shqiptarë, fshati Slavujec, respektivisht Bugarinë e ka pas emrin, janë shpërndur të gjithë, dhe mbas formimin të Mbretërisë Serbo-Kroate Slovene në 1 dhjetor të vitit 1918, ja ka dhënë Kumanova si pjesë. Serbia ka luajtur me teritoret shqiptare siç ka dashur. Neve shqiptarët duhet të bëhemi si kroatët. Serbia dhe Kroacia themeloi sa Ukrainën, sërbisht autonom në oblast. Po Serbia sot duke përmend këto kur. Nëse më lejoni, do ta përmend një ngjarje shumë shkurt nga lufta franko-pruse. Në vitin 1870 ka filluar në datën 19 korrik. Princesa Eugenie e ka thënë një mendim shumë të rëndësishëm. Për shkak të trazirave sociale, nëse nuk të dërgoj popullin francez në luftë, populli im, djali im nuk do të mbeten në pushtet. Por disa ditë para fillimit të luftës, për ta motivuar ushtrinë franceze, një punëtor i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Francës tha haptas, ne do t'i shkelim një nga 19 princat e arbitruar në Mezvete. Kjo fjali u botua të nesërme në gazetat e Berlinit. Kjo fjali i bashkoi 19 princat e arbitruar në Mezvete dhe e mundën Francën me 5 maj të vitit 1871 në Frankfurt të Majnit. Presheva, Bujanoci dhe Medvegja janë toka shqiptare. Faleminderit.
shpresoj që zoti Selmanaj, nga që nuk e kam lexuar librin, nëse nuk keni shkruar deri tani në vëllëime tjera, Preshevën, Bujanocën dhe Medvegjën, nuk duani ta lani kurrë anësh. Faleminderit. Falë që mua apo. Quhem Ibrahim Qeku, se bota në mand të marrë fjallën fare, me gjithë se jam treshi i parë i Rasim Selmonit, nuk deshta të prezentona apo të foli diçka, po më detyroj një san ma madhe. Sot është përvjetori i Fitnet e Ramosaj dhe kërkoj një minut heshtje për ndërimin, veprën dhe sakrificën e Fitnet e Ramosaj. Lavdi. Ju kërkoj falje, po e njeva si obligim me qenë se me Rasimin edhe Fitnetën kem punu një kohë shumë gjatë dhe e njeva si detyrim. Rasimin e prekzoj si çdo herë fitimtar dhe ai është që në ka shtyje të jemi ne këtu ku jemi sot. Ju faleminderit. Një fikë artistike, pra që një këngë që do të intonohet në kitar nga Valon Islama, për koincidencë dhe bashkëpërfilmtar i Rasimit kohët e vështira. Rasimi do me përshëndetë dhe me vënë gjëra tjera. Besoj edhe mendoj që të i bashkohet Valonit, edhe pse jeni me kitarë, dhe Iso Jasiqi është këtu, domoni ka qenë shumë aktiv bashkë me mentorin edhe Syla dhe ditur fare me këtu. Po du 30 sekonda Shusnia Jesu Grëvalla. Në vitet 90 ka qenë shumë aktive në Deçan edhe ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Dhe unë ndihem i nderuar që disa prej pjesëtarëve sonte këtu para jush kanë me e kënu një kongë. Edhe kur të përfundon, kisha pas qef me vazhdu dhe pak, me pika një kafe, Qamili në ka qëllu një koqëri fort edhe vazhdojmë dhe pak. Faleminderit shumë. Unë shikoj në tym dhe flak, si ndajnë burrat nga grat. Unë shikoj në tym dhe flak, si ndajnë burrat nga grat. O për çka nana ka lindit djal, o për me i dalë Hasmit për val. Unë doj në zemër plot, në me pushka ta me top. Unë do t'luftoj me zemër plot, në me pushka ta me top. Kush luftonom në ato male, eshtu shtëria çlirimtare. Kush luftonom për këto të roje, kush Kosovës i bën roje, veç ushtria jon, veç ushtria jon, veç ushtria jon. Bundan ha.